Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në Pasion Kuzhine. E dini që mund të shijoni një pjatë kaq të pasur tradicionale për vetëm 10 minuta? Sot do t'ju tregoj si t'i përgatisni këto petkat, të cilat unë i kam nga kompani Lunxheria, vetëm për 10 minuta, një gatim i shpejtë shtëpie që të ngrohë shpirtin. Ndiqni hapat, këto janë petkat që unë do përdor në këtë recetë dhe do ta përgatisim shumë shpejt. Këtu kam ndihmësin tim Reo që më ndihmon. Shtuam një qep, në fakt këto janë 2 qep, po janë të vogla. Shtuam 3 thelpinj hudhër, i grim në grirës, më ka mbaruar kremi hudrave, por do përgatis patjetër këto ditë një krem hudrash. I vendosim në një tigan të thellë, duke i shtuar 50-60 ml vaj ulliri, mund t'i përgatisni edhe me gjalp nëse dëshironi, por unë si gjithmonë do gatuaj me vaj ulliri. 3 domate unë do t'i pastroj nga lëkura, ka raste që ngelet në një lëkurë domateje, dhe Reo është bërë shumë selektiv. Por fare mirë edhe pa e pastruar lëkurën, mund t'i grini në grirës. I kthejmë edhe domatet në pure, ndërkohë qepa në zjarr është ka urdisur. Si u thash edhe në fillim të videos, vetëm për 10 minuta do e përgatisim këtë recetë. Ndërkohë që qepa ka urdiset, ne i përfunduam domatet së griri, i shtojmë në tigan dhe bashkë me domatet, unë do shtoj një kup me domate të vogla, domate qershi janë këto. Këto të voglat fare. I shtojnë shijen dhe tani janë në sezonin e tyre dhe kanë shumë shije. I lëm vetëm 5 minuta me kapak që domatet të shpërbëhen. Lën që ta vullojnë shpejt të domateve dhe më pas unë do shtoj 350 gram me petka. Duke i shtuar petkat dhe duke i përzier. Kam këto petka që gjenden në të gjithë supermarketet. I përzijem bashkë me salcën. Është momenti t'i shtojmë ujin, unë do t'ja shtoj ujin e ngrohtë. Shtojmë 500 ml ujë në fillim. Do t'i shtojmë një lugë të çajit me krip, pak piper të zi. Dhe do t'i lëm të ziejnë vetëm 2 minuta. 5-6 minuta në vajti koha e përgatitjes së salcës, 2 minuta zjerje dhe fiks për 10 minuta i kemi gati. I shtuam edhe pak ujë, por në total 2 fishin e sasisë ujit të petkave duan këto petka. Kam 350 gram e petka, shtuam 700 ml ujë, vetëm 2 minuta, e fikim zjarin. Në këtë moment mund t'i shtoni djathë kashkavall, por do bëhen më shumë të ngjitshme. Unë po preferoj t'i shtoj djathë dhije dhe borzilok, bollshëm djathë, pasi djathi i bën tepër të shijshme. I grim holl edhe borzilok. Është nga ky borziloku me qethe të mëdha. E fikëm zjarin, ju thash më parë, po e lëm në temperaturën e sobës. I bëjmë edhe një përzierje përfundimtare e petkave. Dhe ja ku janë ashtu të ngrohta dhe me aromën e mrekullueshme të borzilokut dhe djathit të dhis. Nëse ju pëlqeu kjo recetë e shpejtë, mos harroni të bëni like dhe të na ndiqni në Pasion Kuzhine për të tjera shije të vërteta shtëpie. Ju bëf të mirë nëse e provoni dhe mirupafshim në videon e radhës. Me dashuri nga kuzhina ime.